Do të japim pak parashikime të astrologjisë vedike për ndeshjen që është nesër në 7 qershor midis kombëtares son dhe Serbisë. Parashikimet çfarë thon? A do të fitojmë apo do të humbasim? Data 7 qershor është datë jo e mirë për të luajtur futboll për skuadrën tonë, fatkeqësisht. Po të kishin luajtur sot me datën 6 do të kishin fituar. Desha të dalë oj barabart ose në humbje fatkeqësisht, sepse energjia është në favor të kundërshtarëve. Ata kanë Jupiterin dhe Mërkurin shumë të fortë, pikërisht në këtë orë do të kenë pra më shumë fat. Skuadra kundërshtuese e serbëve. Guximi i shqiptarëve do të jetë i shumë i madh. Por edhe skuadra serbe ka guximin, ka Marsin dhe Ketun, domethënë edhe ata do të luajnë shkëlqyeshëm të dyja skuadrat, por fitoria nuk është në anën tonë. Ose si mund të bënim që shqiptarët fitonin? Është një energji shumë e madhe dhe spirituale nesër dhe ata duhet të kenë shumë disiplinë. Dhe po të bënin mirë është që përpara ndeshjes më mirë po t'i drejtoja unë, tani po imagjinojmë pak, të drejtoja dhe të thoni disa mantra, të arrisnin energjinë e tyre dhe të bënin pra pak meditim, në fakt do t'i ndihmonte jashtëmase. Kemi një energji shumë zjarr nesër më 7 qershor, kështu që unë i këshilloj pra tifozave që të kujdes me zjarrin, për jashtë dhe brenda tyre.